Një sasi e konsiderueshme armësh dhe municionesh u zbulua në portin e Durrësit në një automjet të ardhur nga Kosova me destinacion final Republikën Demokratike të Kongos. Në një operacion të përbashkët mes policisë kufitare, autoriteteve doganore dhe drejtorisë vendore të policisë Durrës, u gjetën të fshehura në një mjet tip Land Rover, 3 armë zjarri dhe 1580 fishek luftarak. Mjeti kishte hyrë në Shqipëri më 20 dhjetor 2022 përmes pikës kufitare të Morinës dhe ishte vendosur në një kontenier në sheshin e portit, pa u marrë më prej dërguesit. Vetëm më 4 qershor 2025, dogana vendosi të hapë dhe kontrolloi kontenierin, duke zbuluar arsenalin e fshehur. Gjatë kontrollit, policia gjeti në një hapësirë të përshtatur në automjet 2 armë automatike, një pistolet, fishek të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krera. Pas hetimeve paraprake u shpall në kërkim shtetasi kosovar me iniciale YL, 24 vjeç, i dyshuar si poseduesi armëve dhe i përfshirë në trafikimin e tyre. Autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë me policinë e Kosovës për lokalizimin dhe arrestimin e tij, ndërkohë armët do t'i nënshtrohen ekspertizës balistike për të verifikuar nëse janë përdorur më parë në ngjarje kriminale. Ndërkohë hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të mundshëm trafikimi armësh.